Po, në po menoj që LDK-ja, ose me LDK-ja, besoj që na do t'i fitojnë. Se meriton është një parti serioze edhe e merita. Ja, e mirë. Mirë, faleminderit. Jemi pra emisionin 05, kush duhet i fitojë zgjedhjet e 28 vjetorit? Po, në po menoj që LDK-ja, ose me LDK-ja, besoj që na do t'i fitojnë. Shpresoj. Pse duhet i fitojë LDK-ja? Pse meriton që na fshë edhe këta fitore. Pse është e kena pas një doktor Ibrahim Rrugovën, ai i cili ne ka pru edhe pavarësinë, ai i pari ka formu edhe këtë parti, edhe besoj që e meritoj me ndërjetu kësa here. I ke dëgju premtimet e Lomir Abdigjikut pasi që e përmende Lidhjen Demokratike? Po disa po, disa po. Në rregull. Unë po du me të pyet edhe për fond çfarë kishe thonë përmes Samira Sun Lomir Abdigjikut nëse po e sheh këtë vegë. Kisha thonë suksese edhe vazhdo dhe me fitu. Do të thonë sipas teje, Kosova ecë mirë edhe mbar vetëm me Lomir Abdigjikun me Lidhjen Demokratike. Besoj që po, se meriton është një parti serioze edhe e merita. Faleminderit shumë, kënaqësi që u taku. Me ndirë qofshi, kalofshi bukur.